أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريمة الهديمة إتقيمة الله عز وجل صلوات وسلامات يا محمد عليه الصلاة والسلام Pasha dhe mshira Allah shumë për të familjen e tij, shumë të tij sinqer besnik dhe mbi të gjithë ata që e besojnë deri ditën e gjykimit. Jemi të ciklit i ligjëratave të sabahut, duke përzgjedhur ajete kuranore të ndryshme dhe duke u munduar që me imeditu këto ajete të porosi në mënyrë që të nxjerrim perë dhe margaritare nga ajetet në fjalë. Do startojmë me dy ajetet e surës Al-Hujurat 14-15 e pastaj nëse na premton koha disa sekuenca nga ajetet e ndryshme nga libri i Allahut Azza wa Jalla, por fokusimi i ligjëratës është ajeti 14-15 i surës Al-Hujurat. Allahu Azza wa Jalla thana këto ajete duke treguar që imani besimi nuk është me pretendim vetëm me fjalë, por imani besimi është me punë, me vepër, në kuadër të fjalës. Gjithashtu Allahu i qorton në këto dy ajete ata të cilët pretendojnë se këse kanë iman besim dhe ata të cilët kanë iman të shëndosht, me pretendime bojnë këto, realisht janë larg këtij pretendimi. Kjo është halama çartuar me sa i cili nuk e bën një gjë të tillë. Tha Zoti Gjellewala për një pjesë të njerëzve në atë kohë, qalet il arabu amanna, thanë arabat, bedojnët, na besu, qul lem tu'minu, thuaj nuk keni besu hala, walakin qulu aslamna, por thuajni se jeni nështru, walamma yadkhulu al-imanu fi qulubikum, nga se imani juaj ende s'ka zonë vend në zemrat e juaja, wa in tudhi'u Allaha wa rasulahu la yalidkum min a'malikum shay'a. Po që sa i nështroni Allahu dhe ktheni Zotit dhe pejgamberit selam nuk kam i mungu as të punë mirë që keni bu. Inna Allahu ghafurur rahim, ka sa Allahu është falës dhe mëshirues. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus sadiqun. Besimtarët të jetën ata që e besojnë Allahun fuqishëm, e besojnë të dërguarin e tij, pastaj nuk zbrapsen. Çka që ndodh nuk zbrasen nga ky besim. Wa jahadu bi amwalihim. Bojë përpjekje luftë me pasurinë e tyre, me përhap fenë e Zotit, me mbrojtjen e Zotit, po anfusin fi sabilillah. Edhe nëse është nevoja me dhon veten, ata e japin për Allah. Rrugën e Allahut ulaika humus sadiqun. Tha për me janë besimtarë të sinqertë të drejtë. Allahu Azza wa Jalla ka treguar në këto dy ajete se njerëzit të cilët kanë ardhur te pejgamberi janë beduinë, dhe ata ju rrit normalisht në kodër. Ata kanë menduar që si të vinë shahadet bota shëtuve dhe ata janë prirës në fe. Realisht nuk është ashtu. Andaj, Allahu ka dhënë të treguar këto dy ajete se Islami nuk është me pretendim. Islami nuk është thotë vetëm se ki besu haptazi e pastaj të thotë që të marrësh privatin. Kur besim beson njeriu se duhet? Ka thonë ulemaja, kur Allahu e vendosi imanin në zemrën e tij dhe zemra e tij kapen për imanin e tij. Dhe nëse nuk do përdor imanin në zemrën, atëherë besimi normalisht nuk është ai që po pretendojnë. Normalisht disa për ulema kanë thënë që këta beduin që kanë ardhur nuk kanë qenë munafiqë, nëse imani Allah ka fletë në zemrat e tyre, por kanë qenë rishtazina në Islam. E disa për tyre kanë komentuar që kanë thënë se këta kanë qenë munafiqë, Allahu ala. Mirë po Allahu Azza wa Jalla tregoi që kush i nështrohet Allahut Azza wa Jalla dhe pejgamberit selam ka besu si duhet dhe nuk i paksohet dhe nuk i mangësohet asnjë punë e mirë që ka bërë. Nga sa Allahu ka bërë thirrje me nështruar atij dhe pejgamberit e tij. Ja ju alladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. O ju që keni besuar Allahun, kur ju thirrë Allahu dhe pejgamberi, shkoni përgjigjen e ftesës. Sa ato ftesa janë ngjallë juve. Pastaj tha inna Allahu ghafurur rahim, Allahu ka thotë rahmet marrë mëshirë madhe, mëshiron dhe fal mëkate subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi.
Pastaj Allahu azza wa tregon që si janë sifatet e një muslimani sinqert me besu Allahun dhe pejgamberin e tij. Pastaj thonë me mirë të ka besu iman sigurt dhe normalisht nuk ka pas shqive, as nuk kanë pranuar shqivet me hy në zemrat e tyre dhe normalisht nuk kanë pranuar me deviju. Wa jahidu bi amwalihim fi sabilillah. Pra ju në mundu që me amuale dhe enfus, me pasuri dhe shpejt e tyre, me luftu rrugën Allah Azza wa Jall, me luftu atë që lufton këtë fe, edhe që me nëshdu fejnë Allah Azza wa Jall. Fi sabilillah në rrugën e Zotit Gjelle wa Ala. Ulaikum sadikun Allahu Azza wa Jall tregon për vlerën e këtyre njerëzve dhe pozitën që do të kenë këta njerëz te Allahu Azza wa Jall për shkak imanit, besimit, dhe këta ka thonë është Allahu. Dhe për këta ka thonë Allahu se një mend janë të udhëzuarit. Do vit nga ajeti kuranore, Allahu Azza wa Jall ka dashur të tregojë që përdesa këta beduin kanë qenë gjuhal dhe nuk kanë pas një uri për Islamin, kanë pas njerëz të tillë deri në ditën e gjykimit. Pastaj këta beduin që kanë ardhur te pejgamberi moralisht kanë ardhur të nështruar muslimin e nuk kanë ardhur munafiqin. Gjithashtu imani, besimi dëshiron të njeriu gradualitet. Dhe këta kanë pretenduar dhe kanë menduar se si të bin shahadet, ata në iman të Abu Bekrit. Gjithashtu ajetet na mësojnë se Allahu ka dije gjithë përfshirëse dhe ai din gjendjet e zemrave të muslimanëve. Allahu azza wa jalla i cili ja shpalosi pejgamberin gjendjen e beduinëve, sa kanë qenë munafikinë, kanë qenë muslimanë, ai që kanë qenë në Islam. Pastaj normalisht ka dallim mes dy shkollave në Islam dhe iman. Që do të çdo mu'min është muslim, e çdo muslim nuk është mu'min. Pastaj ajeti na mëson që derexha e imanit është më e lartë se derexha e Islamit. Gjithashtu ajeti në fjalë kundërshton grupet që i mbeshin Islamit, të cilët thonë që el-imanu huwa al-iqraru bil-lisan. Imani është me e pranuar me gjuhë, apo me shpirtu. Dhe s'ka qëtër komponent. Pastaj muslimanit i lejohet që me thonë kom besu pa u marrë me filozofi shumë. Gjithashtu ndalohet fetarisht që njeri me lavdëru veten. Pra po sa të caktuar, kemi cek, po përgjithësi ndalohet. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Mos jeni të skeve se Allah dhe se kush për juve është më i devotshëm. Gjithashtu Allahu azza wa jalla ka treguar që ka mos i dukush muslimanët me gabu, por mos me u gut me çipi Islamit pa ja sharu gabimin e tij. Gjithashtu ai cili ka hin Islam për me shpresohet që me vdekje të tillë, se ai cili shon Islamin si duhet, erën dhe janë nin erën, ai ka vështirë me lëfen Allahu azza wa jalla. Gjithashtu ka thonë dhe ai cili hin Islam me sinceritet, pa shujle, pa dyshime, komplet. Çka thotë Zoti në shtrohet. Nga se ajo është i bindur te Allahu. Elo ledina udkhulu fi silmi kafa wa tadru khutuwat ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Ajo që vjen nga Zoti azza wa jall, hinë në Islam tërësisht, pa pyetje, pa filozofu shumë. Gjithashtu mos më bëu për ato njerëz që Allahu me lohatje në dyshë, wa nas me ya'budullah half ala harf. Ka për njerëz që avon Allahu me dyshë vjen asabu khairun in itma'anna bih. Nëse e godet një mirë, do thotë qetësohet. Nëse godet një keqe, rebelohet. Edhe kjo është hyrja e tij e vërtet, ai ka humbur dunjën dhe ka humbur ahiretin, Allahu na ruaj. Gjithashtu prej veçorive të sakta të imanit, ka thonë lamaja është ai i cili do thotë i nështohet Allahu te dhe kur vjen puna, sakrifikon çdo gjë vetëm me parafën e Zotit xhelle wala. Shihet vlera e luftës së rrugën Allahu azza wa jalla. Normalisht të ndendurit që ndryshëm ulur është e imanit dopt kur do thotë vendin tonë bëhet do të luftë dhe vendin tonë zhvillohet betejë do thotë mes muslimanëve dhe jo muslimanëve. Gjithashtu Allahu azza ka treguar që ikhlasi do thotë është element kryesor që duhet të qenë prezant tek zemrat e njerëzve. El-Juma ajeti parë, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu na lavdron gjithçka që është në qiell dhe në tokë. Fjala subhanallah është prej dhikrave më madhështore dhe adhurimeve më të vlefshme që
afrojnë muslimanët e Allahu Azza wa Jall. Aleikum selam wa rahmatullahi. Është dhikr i lehtë, por që ka vlerë të madhe të Allahut Azza wa Jall. Normalisht tasbihu përmendet në Kur'an afërsisht 80 vende. Në disa raste ka ardhur në formë urdhërore, ose bihuhu dhe bëna tasbih Allahu Azza wa Jall. Ose ka thonë Zoti Xhelal Uala, fasabbih bihamdi rabbik. Dhe ti bën tasbih, si shenjë falënderimi ndaj Allahut Azza wa Jall. Ose do thotë gjëra apo format e tjera. Andaj tasbihu apo me tasbih do të kanë filluar rreth 8 sura në Kur'an. Do të në 6 vende përmendet se Allahu e bën tasbih me melekët, në vende 9 vende tjera do thotë se Allahu e bën tasbih, do thotë edhe krijesat e tjera, walakin la tafqahuna tasbihahum. Por ju nuk e kuptoni tasbihun e tyre. Andaj Allahu e madhon çdo gjë dhe normalisht dyrat e ka gjëra që ne i kuptojmë, ka gjëra që ne nuk i kuptojmë. Gjithashtu ajeti i surës Sad, ajeti 85 në mësim, është rasti i duas së Sulejmanit alayhis salam, ku bëri dua dhe tha Rabbi ighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi li rabbil alamin. Andaj këtë lutje e ka bu Sulejmani alayhis salam dhe e ka veçuar emrin e Allahut El-Wahhab, që do thotë Allahu dhuron shumë, Allahu jep shumë, Allahu begaton shumë. Pra Allahu azza wa jalla është dhurues i madh dhe i dhuron pa ndërprerje krijesave të tij mirësitë e tij subhanahu wa taala. Do thotë se ose i dhuron begatitë e njëpasnjëshme, u jep shumë të mira Zoti Xhelal Uala. Nga se në Allahu azza wa jalla është çdo pasuri. Allahu është i pasur nga çdo mangësi. Dhe themelet dhe thesaret e çdo gjëje janë në duart e tij subhanahu wa taala. Normalisht ai është sunduesi suprem Xhelal Uala. Pjesa e 14 të surës Taha, wa aqimis salata li dhikri, dhe falu që ta përmendesh Allahun azza wa jalla. Na dim që edhe namaz ka dhikr, dhe është përmendje e Zotit. Po namazi është special sepse njeri duke e kryer namazin, ai do të ka besim shëndor Zotit dhe nuk ka rënë Allahun azza wa jalla. Dhe nuk ka vepër pa shahadete që afron Zotin, ai afron robën te Zoti se sa namazin. Andaj muslimani e fal namazin për Allahun azza wa jalla. Andaj duhet me e fal namazin dhe mos me lënë se është për veprën që don Zoti xhallahu ala. Gjithashtu Allahu na ka treguar në surën Mujadila, ajeti nr. 10, istahwadha alayhim ash-shaytanu fa ansahum dhikra Allah, ulaika hizbu ash-shaytan, ala inna hizba ash-shaytani hum al-khasirun. Shejtani i buni vezvese i martoi dhe i bëri ata që të harrojnë përmendjen e Zotit. Ata janë pala e shejtanit dhe pala e shejtanit gjithmonë ka qenë e devijuar. Jeta realisht që na ka krijuar Zoti duhet me u bë me ibadet, adhurim, me dhikr, me përmendje Allahut. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun. Allahu ka thënë nuk e kon krijuar njerëzit dhe vetëm se ata më adhurojnë mua. Dhe nga shenjat që zemra është e gjallë është dhikri i shpeshtë. Nga shenjat që zemra të ka ngurcuar është që është larg dhikrit dhe e ka harruar Allahun azza wa jalla. Andaj përmendja e Zotit është dhikr për zemrën. Do të pason zemrën nga nifaku. Nga se hipokritët e përmendin Allahun pak edhe sa muslimanët e përmendin Zotin xhallahu ala shumë. Andaj shejtani mallkum mundohet që vazhdimisht me vendos nyje mbi gjuhë njerëzve apo në gjuhë që të mos e përmendin Allahu azza wa jalla. Andaj mos lejo që shejtani të sundojë tyje dhe të vendosë se ti ama përmend Allahun apo mos e përmend Allahun azza wa jalla. Gjithashtu pjesa e jetës të surës Kahf thotë dhe u kana abuhuma saliha, dhe babai i tyre ishte i mirë. Babai realisht është pasardhës apo është falëthesor për pasardhët e tij. Nga se ai normalisht interesohet për fëmia e mbikëqyr, interesohet se a kanë besimin rregull apo nuk kanë besimin rregull. Për të arsye Jakubi çka dje me vetë me ta bullën e mati. Po du me ditë jam të mi para se me dek, çka ke në jetë me adhuru, do thotë mas meje. Andaj babai sinqert u flet djemve dhe nuk lodhet duke bëu dua, por djemt e tij nga se kështu ka bëu edhe dua, do thotë Nuh alayhis salam. Andaj muslimani dialogon me fëmijët e vet, komunikon dhe normalisht mundohet që edhe mendimi i tyre të pas vlerë dhe peshë. Gjithashtu alayhis salam Allahu zot tregon edhe realitet tjetër se Zoti xhallahu ala i dëgjon gjitha zërat. Pjesa e 11 të surës Shura, "Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Allahu nuk është i ngjashëm me asgjë, ai është dëgjues dhe shikues. Pra Allahu dëgjon zërat njëkohësisht, të gjithë zërat. Edhe pse ka mundësi me ndëshuar gjuhën të krijesave, forma e zonit edhe kështu me radhë. Por dëgjimi i Allahut azza arrin aty ku nuk arrin
do thot asnjë fshehtësi. Dhe për Allahun është e dukshme e njëjtë dhe e fshehta është njëjtë. Gjithashtu Allahu xhelal i përfshin të gjitha gjërat dhe asnjë zonë nuk i ngatohet Zotit. Asnjë lutje që robërit i drejtojnë Allahut xhelal. Allahu nuk bezdiset me lut shumë. Gjithashtu të parët tonë, do thot kam bën lutje duke e falendëruar Zotin, duke thënë selavat për pejgamberin, pastaj kam specifikuar kërkesat që kam. E pastaj në fund salavatet dhe kështu e kam përmbylluar duan dhe lutjen. Qalu inna ma nahnu muslihun, pjesa e ditë surës Al-Baqara ayat 19. Allahu tregon në rastin e munafikëve dhe që ata thonë ne jemi vetëm përmirësues. Kuptohet? Munafiqët kur qëllohen që me ndalë fesadin tokë dhe mi thonë atë mos e përshirani me mosbesim me kufër dhe shirk, ata thonë ne jemi vetëm përmirësues. Dhe normalisht ai bën dy punë këshia të zeza. E para është shkatrimi tokë, përhapja e shkatrimit. E dyta, do thotë ata mundohen që me e shtrembëru të vërtetën nga do thotë e pavërteta. Andaj në kohën tonë është bërë mjeshtri që njerëzit janë frymëzuar nga programe të ndryshme duke luajtur viktimën dhe normalisht duke thonë që na jemi vetëm përmirësues, po dojmë marrë Tiranin atë dhe gjaku i fëmijës në Ramazan, që mbytet njëri pa fajin shifër, që mbytet fëmia pa fajin iftar. Edhe kur të kritikon thot, na jemi i veshëm të marrë rendin. Në vetëm mirën duke ndalë hovin atë që jenë çupesh Allah na ruaj. Andaj hipokritët jo ata që e proklamojnë fesadin, e proklamojnë të keqen. Dhe normalisht mundohen që ta zbukurojnë të keqen në proklamim në mënyrë që më njohësh disa njerëz që thotë janë smut apo kanë zemra të smura. Pra ta syef Karuni kur e qiti pasurinë, ka njerëz që ka thënë ja lejta lana mithla ma utiya Qarun. Sikur se neve na kishte dhënë Zoti pasuri si Karunit, do të ishin më mirë se kjo. Por kur Allahu afundosen tu Karunin, ata çka thanë, do të iran pishmon që folën, nga se ajo realisht është dunja. Andaj duhet muslimani me jetu mes ahiretit dhe dunjas, dhe se dunjaja nuk uzon asnjëherë dhe kur u bërë sebeb dhe shkak me humb ahiretin tonë. Zoti dhe mësmiru, alhamdulillah.